Përshëndetje dhe mirëmbrëma, mirë se po takohemi në emisionin e radhës të realizuar në Radio Televizionin e Fontanës. Sonte kam nderë dhe kënaqësi që studia në nderojnë dy ish profesorët e mi, ku me shumë kënaqësi kanë pranuar dhe ftesën time, por dhe unë me kënaqësinë më të madhe ju kam bërë ftesë që ti kam në studio, ku do të flasim gjithë secili për laminet e tij në të dy profesionet të ndryshme. Në studio time kam zotin profesorin Naim Gashi, që është edhe muziciant, edhe profesor i muzikës. Faleminderit. Si dhe studion tonë e nderon zotri Said Kastrati, është biolog, ku ndër të tjerat për të treguar më shumë rreth dy profesioneve të ndryshme, që sonte do të shpalosin profesorët sonte në studio, pra do të vazhdojmë me intervistën në vazhdim. Zoti profesor Naim, mirë se erdhe dhe faleminderit që jeni në studio. Marigona, faleminderit për ftesën e juaj. Kam nderin dhe kënaqësinë shumë të veçantë që si ish nxënës e jona që na keni ftuar mu dhe profesorin Said, ish drejtori i im. Përshëndes Radio Televizionin e juaj Fontana, e në veçanti juve ju përshëndes shumë që na keni bën një ftesë të veçantë, është një aktësi e veçantë për neve, është një privilegj. Edhe kështu që do të mundohemi të japim diçka rreth atyre kohrave ose asaj kohe kur ne kemi punu. Unë tash jam në pension, kam punuar dikun rreth 44 vite në arsim, ndërsa profesori Said ende punon. Po, zotri profesor, do të kyqemi edhe në fillimet e juaja, ato siç ka qenë. Përndryshe do të jetë një bisedë shumë interesante me dy profesione shumë të ndryshme, ku do të flasim dhe ti do të kesh shkenca dhe arti, që janë dy profesione dhe do të jetë interesante edhe për shikuesit që ta dinë se cila është më e vështirë ndoshta për të studiuar shkenca apo arte. Zotri Kastrati, faleminderit që jeni në studion tonë. Mirëmbrëma dhe mirë se erdha. Mirë se ju gjem, e nderuar Marigona. Unë po mendoj që jam më i nderuar i këtu në mesin e juaj, se jam përkrah profesorit të nderuar, shokut tim dhe mikut tim të çmuar, Naim Gashit. Nikosisht ndjej kënaqësi të veçantë që mball për ballë me nxënësin tonë shëmbullore. Faleminderit. Një herit poete dhe moderatore shëmbullore që po shëndrit në çdo aspekt të jetës tuaj, andaj qofshin nderuar dhe pas shëndet të sukses. Faleminderit shumë faleminderit që keni nderuar studion tonë. Do të fillojmë me juve, zotri Naim, ku do të flasim pak për pjesën se si ka ndikuar arsimi pas luftës në formimin tënd si profesionist në fushën përkatëse të cilën e ki, në fushën e muzikës. Unë vitet e mia edhe të para luftës në arsim, si mësim dhënës, kam fillu qysh në vitin 1979. Pastaj kam shku në studime në Prishtinë, edhe studimet i kam përfunduar me 1984. Kam punu në disa shkolla fillore me orare të ndryshme, me orë të jo të plotësuar krejtësisht për shkak se i lidhsha me ligjërata në Prishtinë, kur kisha ligjërata, edhe kështu që ajo lidhje ma mundësonte mua që edhe të punoj në arsim, edhe kështu që ajo ishte shumë mirë për mua. Kështu që në vitin 1984 e këndej, unë u punësova në gjimnaz, në gjimnazin Gjergj Kastrioti Skënderbeu në Drenas, edhe aty kalova mëse 40 vite vetëm në atë gjimnaz. Edhe kështu që kam qenë shumë i mishruar në mësimdhënie, kam pas dëshirën shumë të madhe që të jem si mësimdhënës, kam kaluar tepër mirë me nxënës, edhe me kolegë, edhe mendoj që kam lënë përshtypje të mëdha, sikur të ju që ju kam pas në nxënëse, kështu që po shifet edhe tash ajo që nga ato përshtypje që kemi lënë si mësimdhënës që kam lënë në për shkollat ndryshme ku kam lënë mësim, po shifet edhe sot që ju na keni ftuar në Radio Televizionin e juaj Fontana. Faleminderit. Ju faleminderit për juve. Edhe kështu që kam kaluar një periudhë
shumë të mirë, po periullat vështira ishin ato edhe para lufte edhe mas lufte, se arsimi gjithmonë i ka pas periullat e vështira Po. për shkak se të ardhurat nuk ishin edhe, nuk mjaftanin që sidomos në vitet e 90-ta, pe vitit 1990 deri në 99, ne kemi punue thuja se pa rroga. Vetëm në Na kanë dhonë disa kontributi. ndihmë, na i kanë dhonë për shembull 20 marka, atëherë na jepshin, herë na jepshin, herë s'na jepshin. Domthon kemi pas vështirësi me mbijetu, me mbajt familjen. Por periudha më e vështirë ishte mas lufte. Pse ishte e vështirë? Sepse ne atëherë u përballëm me vështirësi të mëdha me nxënës që kishin trauma që e përjetun luftën. Në luftën. Edhe tash kur hynim në klasë ne kishim nxënës ku kishin humbur prind. Edhe tash nxënësi ishte me shumë trauma. Edhe ne as dash ta luajmë rolin edhe të mësimdhënësit, po edhe të psikologët. Domethënë me pas një kujdes shumë të veçantë, sidomos ndaj atyre nxënësve të cilët i kishin humbur prindët e tyre, familjarët e tyre. Pra periudha më e vështirë për mua ishte periudha mas luftës, se sa para lufte. Edhe pse kemi punu në kushtet vështira, pa rroga, po prap se prap, Keni qenë kontributin ja kemi arrit, kemi punu edhe punë tjera ku kemi pas mundësi, pastaj erdhi lufta shumë ishte vështirë për gjeneratat e reja, kështu që përjetun shumë rand disa gjenerata. që të vazhdojmë. Mos flasim për fshatra, Pikërisht. tash secili fshat ka përjetuar rane Që të vazhdojmë më tutje bashkë bisedimin, zotrin Naim. Po, faleminderit. Kisha dashur një fillim të zotrit Kastrati për ato fillimet e studimeve, sa është vështirë që të orientohesh në një lami ose në një profesion siç është biologjia, edhe çka të ka shty, por edhe cili ka qenë ambicia jote që ta studiosh këtë profesion, ose më sakt, cila ka qenë qëllimi i juaj drejt këtij profesioni. Shumë e nderuar Marigon, unë ju arrefej me kënaqësi të veçantë se gjeneratat e tona e kishim ëndër të bëhemi mësimënës. Edhe sot as e ditë mu më kujtohen mësuesit e mi kur kam qenë shkollë fillore. Kur e shisha mësuesin tim të veshur kështu me krevat, dhe atëherë profet Naim i kujtohen kanë qenë dinarët e Jugosllavisë, i mbanin 100 dinar këtu kur ne nxënësit atëherë në atë kur nuk i kishim asnjë cent në xhep. Dhe janë dy motivet që mu më kanë shtymë me u bë mësimdhënës. Pamja, dukja dhe motivimin nga mësimdhënësit e mi, që më kanë motivuar, por edhe si nxënës në shkollën e mesme, kam pas lexuar një vepër me motivacion nga qyteti i Parisit. Dhe që në fillimet e veprës gjatë të lexuarit, e pash që një person për çdo mëngjes shkonte me marr bukë, dhe të gjithë njerëzit nga dyqanet dilshin me e përshëndet. Gjatë rrugës dhe sa shkonte te furra dhe sa kthehej. Edhe unë ishta qaq korreshtar me ditë në fund ky person që ka kaq shumë respekt ndaj popullatës në Paris, do të jetë ndonjë ministër, do të jetë ndonjë kryetar komune, do të jetë president, apo çka është ky person që kaq shumë nderojnë popullata në Paris. Dhe këtë në fund doli që ai person ishte mësimdhënës në pension. Aq shumë që i bënin respekt popullata franceze. Domethënë këto mësuesit e mi dhe kjo vepër më kanë motivuar që unë të studioj shkencën e biologjisë dhe të bëhem mësimdhënës. Po sot, zotri Kastrati, a ndjeni vetën që e keni të njëjtin, mëse ka ardhur motivacioni prej një libri të tillë? A ekziston një respekt i tillë edhe sot në kohën e tashme prej njerëzve për një mësimdhënës, sa është i respektuar, sa është i ngritën, sa e ndjen veten tamam nivel edhe komod në profesionin tënd, pasi që ti ende vazhdon të jesh mësimdhënës karshi profesorit Naim, pasi që ky është tashmë pensionist edhe veç e mban mend atë pjesë. Unë personalisht, edhe një herë më u kthy jetës, prapë nuk do ta ndraja profesionin. Unë personalisht
jam personi më i lumtur, sepse me kontributin tonë, sot kemi gjeneratat e tona që janë shkolluar, ty fillu prej teje, që po në zbardh drejten me punën tuaj, po zbardh po jep ngjyrë jetës dhe krenari familjes tuaj, fshatit tonë që jemi të dy së bashku të një Po fshati. dhe neve si mësimdhënës. Po edhe neve mësimdhënës, me punën tuaj për jep krenari edhe lapushës, dukazinit e me gjerë. Prandaj, nxënësit tonë, sot, unë personalisht, i kam se paku 8 nxënës të mitë që jenë mjek profesionet të ndryshme që punojnë në ordinanca brenda Kosovës edhe jashtë Kosovës, që me bëjnë krenar për rezultatet e nxënësve të mi mas pari. Po pastaj, mund ka shpërbly Zoti edhe tek fëmijët e mi, që janë shkolluar, janë arsimuar dhe në shkallën më të lartë, që për mua pasuria më e madhe. Padyshim. Pasi që ata kanë qenë, ti ke qenë pasqyrë e tyre dhe kanë shku hapave të tu, padyshim që është ajo pjesë krenarie. Pa dalur të pjesa e fëmijëve, ata cilët juve ju kanë marrë shembull dhe kanë qenë pasqyrë. Profesor, përpas fëmijëve tuaj që kanë ndjek hapat e tu dhe rrugtimet e tua drejt muzikës ku ata kanë zhvillu në këtë profesion. A ki nxënës të cilët ti sot i shan që janë aktiv në pjesën e muzikës, të cilët i ke pas ti nxënës dhe e ndjen veten pak a shumë një farë pjesët meritës për ato që ata kanë arrit në përjashtim të fëmijëve tuaj, pasi që fëmijët gjithmonë janë ata që ndjekin hapat e prindërve në shumicën e rasteve. Po, une si mësimdhënës në gjimnaz, kam dhënë mësim në 2 drejtime, gjimnazi shkencë natyres edhe gjimnazi shoqëror gjyqësor. Kështu që aty landë kryesore kanë qenë prej gjuhës shqipe, matematika, ndërsa arti nuk ka qenë edhe i domosdoshëm në gjimnaz, por ka qenë si landë e përgjithshme. Kështu që ka shumë që kanë kalu në për, si me thonë, në për mësimdhënien time, si Violet Kukën e kam pas në nxënëse, ka arrit me këndimin e saj bëhet e njohur, po kam pas edhe shumë nxënës tjerë që kanë këndu bukur, kanë pas një zonë natyral, por kur nalëm tek familja ime, tek djemët e mi, atyne nuk javë kam imponune që ata të merren me muzikë, por në muzikë vetë talenti e dërgon në profesion. Nëse po vetë talenti, se në artë është me talent ma tepër, por edhe puna është gjithashtu. Si në shkencë, si në artë, ma mërmenja pa punu, nuk mundesh me arrit. E tash është një karakteristike veçantë në familjen time, se unë kam 3 djemë, gjithmonë thamë për fat nuk kam vajzë, se kisha pas dëshirë shumë të madhe me pas një vajzë, po kam 3 djemë, janë të shkollum, 3 janë profesorat muzikës. Djali i madh është profesor, ka një studio të vetën, shpeta se unë, ndërsa Kushtrim Gashi është kompozitor dhe dirigent në Gjermani dhe është i njohur dhe themeluesi i orkestrës Trinje në Kosovë, ku në vitin 2019 ka zonë venin e parë nivel ndërkombëtar për 129 shteteve në Belgjik. Në 2017 ka zonë venin e dytë, në 2019 ka zonë venin e parë. Domthonë Kosova ta zën venin e parë prej 129 shteteve të Evropës, me të vërtetë është një kënaqësi shumë e veçantë. Dhe djali i tretë është Asim Gashi, është profesor muzike, i cili ka studiu perkusionet, ose ne i quajmë bateri, ose bubnje që i quajnë, i ka studiu dhe është me profesion profesor i muzikës, por është edhe këngëtar, dihet që është këngëtar i njohur. Po, arsimin e kemi edhe këngëtar. Po është një karakteristikë tjetër që në familjen tonë, përveç 3 djemë vetëm profesorat muzikës, profesor muzike i pianos është djali i vllavt, i klarinetit është prap djali i vllavt, 2 djemë vllavt, 2 mas meje që janë vllavi, i ka 2 djemë, 2 profesorat muzikës. A keni ndje profesor përgjithësi të 2 fisht si prind, ndaj fëmijëve për pjesën profesionale dhe për qenë
për t'i edukuar në mënyrën prindrore Po fëmijët? gjithmonë aja përgjegjësia është prezente. Ti gjithmonë je përgjegjës ndaj fëmijëve tu. Po. Edhe tash që janë në moshë, gjithmonë ata duhet me të pyet ty si prind se çfarë veprimi a ban unë kështu me veprua, domethënë nëse ai ty të pyet, edhe pse ti nashta nuk din më mirë se sa ai, se ai tash e ka fituar pjekurinë e vet, por gjithmonë është mirë me pyet prindin. Domethënë ata na kanë pyet neve, por punën e kanë bën vetë më tepër. Edhe kështu vazhdu te vlla imi i ka 2 djem, njërin pianist, tjetrin klarinetist, 2 me fakultet. 3 djem të me 5. Qika e vllaut të vogël është profesoreshë e muzikës Marigona, dhe aja e ka emrin e juaj Marigona Gashi, edhe Fationi, edhe ata janë profesorat muzikës, po bojnë 8. Edhe reja jam edhe reja vllaut, 10 profesor me mu bashkë, domethënë, jem 10 profesorët muzikës, çka që une jam shumë i kënaqur që kanë arrit me muzikë, me art, po në tjetër anon kam dëshirë pak edhe me shkencë më morën, sepse sa është i vlerësuar pjesa e artit në Kosovë, edhe sa jeni shpërbly ju, si gjithë një familje e gjerë në këtë orientim, sa jeni shpërbly dhe a ka qenë kjo një diçka që e keni përcjell këtë mesazhin njëri pas tjetrit, apo të gjithë e keni gjetur veten aty? Po këta krejt prej mu, une jam numër 1 i pari që jam marrë me muzikë familjen time, po, e ata tani kanë ardhur mrapa me, por kur nuk jav kam imponua. Shkollën e ullt pak e kanë fillu tek one, por nuk jav kam imponu që ju merrnu vetëm me muzikë. Se edhe në lanë tjera kanë pas notat e mira dhe kanë shku mirë. Po në muzikë, dhe me thonë jenë konë shëmbullor, edhe kanë pas dëshirë të vazhdojnë me artin muzikor. Kështu që edhe kanë vazhdu me muzikë. Tash e tutje çka ndodh, tash e tutje nuk e di me fëmijët e fëmijëve tonë. Ata janë veç të shku në për shkollat ulta të muzikës, po sa kanë me arrit ata tash shifet puna atyne edhe prindët e tyne sa i orientojnë, se ne tash kemi kaluar një moshë, nuk kem kohë vetëm për dashuri edhe për qafime. Keni kontribuar mjaft edhe jo. Ndryshe nuk kemi kohë të merrem tash unë me. Keni kontribuar mjaftueshëm. Zotri Kastrati, profesor, çka ka qenë diçka tipike ose më interesantja që keni hasur gjatë studimit të biologjisë? Si jeni me natyrën, sa jeni ruajtës e pjesës natyrës, sa e shet që po ruhet të ne kjo pjesë, edhe në profesionin e biologjisë është një profesion shumë i veçantë, ndoshta më me thonë, por ju çka ka flejt shpirtin e ju që ju keni diçka, një pikë më interesante gjatë këtij studimi? Po, biologjia, jo vetëm që unë e kom studiuar bashkë me shoqe ose kolege të mirë, besoj që është njëra ndër lëndët më të dashura edhe për vetë nxënësit. Sepse biologjia është shkencë që e studion natyrën. Po. E studion vetë njeriun. Dhe shpeshherë ju them edhe nxënësve, të gjitha pjesë të trupit që ne i posedojmë kanë bëjnë me lëndën dhe shkencën e biologjisë, me anatominë e njeriut. Që ne automatikisht i njohim këto pjesë, por biologjia na spjegon në detaje për të gjitha organet, por edhe vetë natyra është biologji. Biologji. Pa fotosintezën, pa ngjyrën e gjelbërt, në natyrë nuk ka jetë. Andaj, jeta është natyra dhe është biologjia. Pse në Sahare nuk ka jetë, për arsye se nuk ka mundësi me u kry procesi fotosintezës, që mungon klorofili. Aty ku mungon klorofili, aty nuk ka mundësi me u kry procesi fotosintezës dhe nuk ka jetë të gjallë për qenët e gjalla. Prandaj, kjo ka qenë motivi më i madh imi që unë e kom dashur dhe dua me shpirt lëndën e biologjisë, sepse e dua shëndetin tim, e dua familjen time, i dua nxënësit e mi, edhe çka. Sa janë të interesuar nxënësat që ta studion një lëndë të tillë, apo ndoshta atyre ju duket një lëndë që ndoshta ka më pak rëndësi, të e pa që një biolog
ndoshta nuk mundet me arrit diçka tjetë i njohur ose diçka e tillë, pasi që fëmijët gjeneratat e reja po nisin gjithmonë prej faktit që po dojnë me kry diçka, vetëm diçka që i njen dikush ose i shan dikush që po performojnë si këngëtar ose diçka e tillë. Po ata sa kanë interesim që studiojnë ose të kenë interesim rreth kësaj lande? Me të thënë të vërtetën, e tha profesori, pas lufte ka ndryshuar çdo gjë. Gjë. Fatbarësia më e madhe neve dhe pasuria më e madhe e jona ka qenë 17 shkurtit 2008. Aty është kurorzu e tërë sakrifica 100 vjeçare e popullit tonë dhe gjakut që është lirë për liri dhe për pavarësi. Por që tani brezi i ri janë të orientuar më shumë, nuk kanë më ideal si që kemi pas ne që me kontribu për të ardhmen nxënësve, për të ardhmen popullatës, por secili e sheh interesin individual dhe personal. Dhe i shohin intereset e veta nxënës aty ku kanë fitimin në aspektin material. Unë në fakt ka 15 vite tash po bëhen që punojnë në qendrën e kompetencës Kujtim Krasniqi në Malishev, në shkollën mesme profesionale, që aty për fat timin jo të dëshiruar, jo të kënaqur, i kam vetëm 2 landë biologji që i ligjërojnë në departamentin hotelerie turizëm. Ndërsa lëndet e tjera i kam lëndë jashtë profesionit tim, që nuk po ndjej veten mirë, sepse edhe kur e kam ligjëruar dhe kur ligjëroj lëndën e biologjisë, gjithnjë kam qenë i vërngosur që po ju mbes borx nxënësve. Por gjeneratat më herët, unë kam fillu karrierën time me punuar si mësimdhënës në shkollën fillore në fshatin Negravc, komunën e Drenasit. Dhe më kujtua këtu në këtë qaste një koment në rrjetet sociale në Facebook e kishte lancu dikush cilin mësues kujtoni mas shumti dhe njëri për nxënësve të mi, që është mjek specialist, Faradin Shala, nga fshati Voçak, e ka cituar që profesori Sahet Kastrati është ai që na ka motivuar dhe sikur të punonte akoma në shkollën e Negrosit, ne patëm më bë këtë mjek nga shkolla e Negrosit që janë Negrovci Voçak, së paku janë 5 apo 6 mjek që janë të motivuar nga puna ime. E kjo mu më bën krenar edhe ma freskar shpirtin. Padyshim. Profesori Naim, si e sheh rolin e dijes dhe ndërtimin e një shoqërie të shëndosh dhe një kulture, dhe a mendon që ka qenë kontribut i duhur që të gjithë ju, familja juaj e gjerë, të jepni një kontribut drejt profesionit të muzikës dhe të kontriboni për vendin tuaj, pikërisht për Kosovën? Po, kontributi jepet në shumë aspekte, po kur është fjala për artin, për muzikën, kontributin nuk do të thotë që ti e jep vetëm në vendin ku punon. Punon në shkollë edhe tash ti me kontribu vetëm në shkollë. Kontributi jepet edhe jashtë procesit mësimor, në për shoqëritë ndryshme kulturore artistike, ti mundesh me konë si udhëheqës e një shoqërie, po ti mundesh me kontribue, dhe më thonë, edhe jashtë procesit mësimor. Edhe kështu që kontributi em ka qenë edhe në për shoqëritë ndryshme, si shoqërinë kam qenë si i ri në shoqërinë Shote Galica, heret, pastaj kontributi em ka qenë edhe në shoqërinë Feronikje, kena pas ma vënë në shoqëria Hasan Prishtina, e kështu që kontributi em ka qenë edhe me nxënës edhe jashtë procesit mësimor. I kam thirrë edhe në për shtëpi, edhe në shtëpi kam thirrë që ata që kanë qenë të interesum me ditë diçka më tepër për artin muzikor, unë i kam ftuar edhe në shtëpi ku kam pasur instrumente, edhe i kam mësuar në instrumente shumë nxënës, edhe në këndim shumë nxënës, kështu që kontributi jepet edhe jashtë procesit mësimor, se jo vetëm në shkollë, në procesin mësimor që e ki të rregull, që e ki detyrum, por jepet edhe jashtë. Kështu që edhe sa i përket djemve, sidomos të kushtrimi është
kompozitor dhe dirigent i njohur në Gjermani ma tepër, por është themeluesi i orkestrës të rinjve këto, vjen prej Gjermania e jep kontributin në Kosovë. Në Kosovë. Po, përveç në Gjermani që jep atje kontribut, vjen edhe në Kosovë dhe është themelues, edhe ju tregova më herët, themelues, sa që zuni venin e parë 2019, venin e parë nivel ndërkombëtar. Kështu që është një kënaqësi e veçantë edhe për prindin, por edhe për Kosovën. Jo vetëm për mua si prind, por edhe për Kosovën është një kënaqësi e veçantë kur kontribon fëmia i juaj. Kështu që Një pyetje për të dy profesorët, a ka bashkëpunim disiplinor në Kosovë mes shkencës dhe artit dhe apo a do të duaj ndoshta që të kishte më shumë, pasi që një shoqëri e tillë siç jeni ju që e keni bashkuar shkencën edhe artin, mund të ndodhë ndoshta shumë rrallë. Por cila është, zotri Kastrati, një diçka e veçantë që e bën një ndërlidhje mes shkencës edhe artit, sepse padyshim mendoj që të dyja i ke profesionet të cilat i dënë dhe kontribon për to, por një lidhshmëri tuaj ndoshta, ti marr shembull konkret ju të dyve. Po e tham ne, pa zhvillimin e shkencës dhe teknologjisë, edhe arti është i vobekt. Edhe arti nuk mund të zhvillohet në mungesë të shkencës, dhe të dyja shkojnë paralel. Një vend dhe një shtet që ka të zhvilluar shkencën, teknologjinë e ka edhe artin, edhe kulturën, edhe traditën, ato kultivohen me zhvillimin e shkencës dhe teknologjisë. Vendi ynë pas lufte është po përparan në çdo sferë të jetës, edhe në shkencë, edhe në kulturë, edhe në art. Kështu që po në fushën ose në themi më konkretisht në pjesën e pjesës të kontributit të fëmijëve tuaj që kanë dhënë për Kosovën, që janë shkollu, kanë kryer profesione të ndryshme apo edhe kanë shkuar hapa ftjuj. Ja mendon që ata kanë gjetur veten apo janë vlerësuar drejt në aspektin e punësimeve e tjerë, pasi që unë po shoh shumë 3 gjenerata tona, të cilët detyrimisht janë detyruar për me lshu vendin dhe Kosovën për faktin që është kriju një krizë apo një vështirësi punësimit drejt asaj çka ne po përfundojmë. Nderuar Marigona, faleminderit shumë, si e ceke edhe profesori i nderuar, ne jemi familje arsimdashëse. Pikërisht. Ty fillon nga vllau im, profesor i gjuhës letërsisë shqipe që të ka dhënë tymsin. Po. Sinon Kastrati, cili tash gjendet në pension. Po. Pastaj nusja ime, profesoreshe gjuhës dhe letërsisë, që prap ty të ka dhënë mësim. Po. Dhe unë e pata fatin të jam drejtori i parë i shkollës Tafel Kelmendi në Balincë. Për mu ishte fatbarësia ma madhe jetës time dhe kënaqësia ma madhe jetës time, sepse me komgullsinë time dhe me kontributin tim të jashtëzakonshëm, duke i bindur strukturat komunale, se ajo shkollë i duhet një emri i një shkencëtari. E ne Balinca, komuna Malishevës, e kemi pas fatin e bardhë që e kishim një shkencëtar, gjuhëtar, sintaksologu më të njohur në trojës shqiptare, që ishte profesor doktor Tafel Kelmendi. E që parsars të tyre jeti, fëmijët e mi edhe vetë unë. Për fat, ndra jetë shumë i ri, se në lëmin e shkencës së sintaksologjisë ishte nderin dhe shkencëtarët më të zotët në trevas shqiptare. Dhe kënaqësia më e madhe imja ishte kur unë arrita në udhëheqjen time si drejtor i shkollës me ja vënë emrin e shkollës profesor doktor Tafel Kelmendi. Marigona po e theksoj para auditoriumit apo para audiencës së televizionit tuaj edhe këtë rast. Isha këmbgulës me nxit emrin e profesor doktor Tafel Kelmendit me vetmin qëllim që me të motivu ty, me motivu gjithë nxënësit e popullit që me marr rrugën e profesor doktor Tafel Kelmendit. Dhe më thënë ju keni qenë iniciatore i cili ka vënë emrin e shkollës. Nismetari kryesor edhe këmbgulësi kryesor, duke më shupe që me ardh tjetër emër përveç emri i profesor doktor Tafel Kelmendit. Sepse unë po besoj që edhe ti je motivu
me emrin e profesor doktor Tafik Pikërisht, Kelmendit, gjithmonë. edhe sot je këtu ku je. Por, do është me cik, si që tha edhe profesori, unë profesori, nusja ime, vlla ime dhe të gjithë mësimdhënësit, ne kemi menduar dhe mendojmë gjithnjë për fëmijët e popullit. Pikërisht. Sepse fëmijët e popullit janë e ardhmja këtij vendi, janë e ardhmja jonë. Se thash nxënësit e mi, kur do që kam nevojë ndonjëherë, fatbarësisht jam mirë me shëndet, por kur do që kam nevojë ndonjëherë, nxënësit e mi më shërojnë. Shohin si mësimdhënës tanë dhe ka një respekt dyfish ndoshta. Edhe mua, shpërblimin më të madh Zoti më ka thënë tek fëmijët e mi. Po, pikërisht. Fatbarësisht, i kam të shkolluar të 3 fëmijë, 2 djemë dhe 1 vajzë. Djali i madh është me 2 fakultete dërimi, është master i shkenca i gjuhës angleze, edhe fakultetin e gazetarisë, punon profesor në shkollën e mesme në gjimnazin e Kievës. Djali i dytë, Fitimi, është master i biologjisë, i cili me datën 10 qershor tash, i bjen dje një javë, do të prezentoj dhe do të mbroj temën e doktoratës në shkencën e biologjisë. Me 30 qershor, të këtij muaji ose të këtij viti, djali im pas Tafik Kelmendit, i dyti në fshatin tonë do ta ketë gradën e doktorit të shkencës në lëmin e biologjisë. Nusja Fitimit master e biologjisë punon në Mehmet Akif, vajza me fakultet të edukimit programi fillor, këtu dashta me cik, ishte një fatkeqësi e jashtëzakonshme, jo vetëm për vajzën time, por për pjesën më të madhe të të rinjve që po kryejnë fakultet dhe orientohen jashtë. Për shkak të mos sigurimit të një vendi të punës, vajza ime është dashur me u detyru me ikë me shku në Gjermani, që ne sot asë ditë në dhem zemra për mimozën, e cila atë shumë e deshte arsimin, ju dha mundësia në komunën e Drenasit një 6 muaj me punu. Pikërisht për këta dashta të dalë, se të flasim përgjithësi për pjesën se si shihni ju që nxënësit e juaj po arrin që të kryejnë fakultetet, të janë nxënës të shkëlqyeshëm, por sa aty në po ju gjendet komoditeti në Kosovë për me qëndru këtë, pasi që si vajza jote ka dhe shembuj shumë tjerë që kanë marrë rrugën për jashtë për me u shkollua. Mendon që është një diçka që duhet të sakrifikojmë ne pikërisht për vendin tonë, apo që duhet të shkojmë të studiojmë jashtë vendit, por të kthehemi të kontribuojmë për Kosovën? Si e shet arsyeshme? Për këto unë mendoj që duhet njerëz të kompetent të fillojnë nga qeveria të mendoj shumë seriozisht mendoj për këtë punë. Sot e thash edhe më herët, nuk është më ideali që ka qenë gjeneratet e tona dhe gjeneratet e mësuesve tanë, që kemi punu për ideal, 9 vite pa rroga. Sot, a muhet me morë me mend dikush me punu as 1 muaj, 2 muaj nuk punon pa rrogë. Ne kemi punu 9 vite pa paga, vetëm me i shkollu, me ju shkollu juve, me i shkollu brezat, sepse kemi pas ideal. Sot, kjo sferë e jetës është zbej. Fatkeqësisht edhe me pagat, sidomos në arsim, me të keqardhje po them, unë nuk ankohem, absolut, sepse të gjithë jemi mësimdhënës, sado që pagat e vogla, kur po grumbullohen, ne po jetojmë për mrekulli. Si familje nuk i marr lakmi asnjë biznesmeni më të madh në Kosovë as Shqipëri. Por llogarit e ti një familje nëse e ka vetëm një mësimdhënës, paga e një mësimdhënësi sot është 640 euro. Paga e mësimdhënësit është 640 euro. As nuk paguhet rruga, as nuk paguhet ushqimi, as udhëtimi, as sigurimi. Kjo një pjesë të madhe e brezit të ri nuk pa mujnë me përballu. Jo, absolut. Nuk pa mujnë me përballu për shkak të kusteve dhe rrethonave jetës që e ka bërë, edhe për çdo ditë ne kemi ikje nga vendi i punës. Fatkeqësisht e thash në vajza ime 3 vite ka net pa punë. 3 vite ka net pa punë. Sikur ta kishte vendin e punës
Me 600 euro nuk më kishë dhim, më pas thonë babi, unë do më shku në Gjermani, sepse s'po më der rroga. Po. Por vajza ime ka ikë nga Kosova vetëm e vetëm për shkak që s'ka pas vend pune. Kjo është përkeqëardhje për ata dhe ndoshta ta bëj atë krahasimin që a kishim menduar që ndoshta po me qenë se ndoshta kishte qenë mirë, ndoshta ishin kthyr të gjithë, por fatkeqësisht kjo është. Unë besoj fuqishëm se Mimoza ka qenë edhe nxënëse e profesorit mi ka dhënë mësim që e falenderojmë nga zemra këto dhe të gjithë mësimdhënësit e fëmijëve të mi, sepse përveç unë si familje, ne si familje që kemi kontribu, edhe familja jote që kanë kontribu të jashtëzakonshëm kanë edhe mësimdhënësit e juaj. Po pikërisht. Mësimdhënësit e juaj kanë një kontribut. Unë ju jam mirënjohës të gjithë mësimdhënësve të fëmijëve të mi. Nga parafillor deri në studime. Jam i bindur 100% Mimoza ime, sikur ta kishte vendin e punës mësuese në Kosovë, aja nuk do të ikë prej Kosovës. Jam shumë i bindur. Edhe për këtë arsye në ka dhimbë zemra dhe shpirti, edhe sot po më dhem zemra dhe shpirti kur po përmeni emrin e Mimozës, e cila sot aja punon McDonald's në Gjermani, ati nuk i ka dosh, si ka dosh, për qatë vend pune, ku ti punu Mimoza ime, ju fakulteti, po a shkolla fillore si ka dosh. Për mu është shumë e dhimbshme, por 3 vite vajza ime, unë bashkë me ta s'kemi lanë derë Patrokit, në komunë Marishevës, komunë Drenasit, komunë Klinës. Në 3 komuna, s'kemi lanë derë Patrokit. Pe krytojt komunës, deri të zyrtari maj vogël në për komunë, një farmjërës t'ju lutë, sikur edhe pse ishte me fakultet, por... Kjo është për dhimbje. Fatkeqësisht, jemi familje arsimdashëse, jemi familje kontributdhënëse, dhe nuk kemi mësuar me ju përkull as kryetarit komunës dhe as një njeriu me ju përkull dhe në atë shkollë për një vend pune. Kur e ka arrit vetë? Jo, përderisa ajo ka përfundu fakultet dhe studime, ai duhet me qenë përkulles i nxënësit. Tash këtu është problemi, përderisa nuk ngritet vetëdia. Po pikërisht, e udhëhesësve tanë. Vetëdia e udhëhesësve tanë. Mas me këshyri, fëmia i kujt është? A ka mbaru fakultet me shpërby. A i kam i shërby popullet. Edhe dihet, edhe ti e din fort mirë me çfarë sakrificet kanë shkollu familja jote prindërit tuaj. Ashtu edhe unë prova naim me çfarë sakrificet të jashtëzakonshme kemi shkolluar fëmin, por jemi të lumtur sepse kemi ngritur fëmin në shkollën më të lartë edukative dhe arsimore. Edhe tash unë jemi bindur fëmijët e mi dhe fëmijët e provit naim, po edhe ti Marigona, ku do që jeni në rruzën të kësor, e gjeni vetën. Kjo në pasunia ma madhe për neve, se ju jeni përgatit, edhe kështu që unë s'du pasurimat madhe. Vërtet, është e një pjesë e pasurisë. Profesor, mundën e edhe më inkuadru në bashkë bisedim, pasi që është një bisedë shumë e lirë, miqësore, edhe shikuesit edhe krejt ata e dojnë modestinë dhe shoqërinë. Po, falenderit, kështu tek aja ona e lirë që mujna me bisedue, gjitha këto që i tha profesori Saet janë të kohës pas lufte që me të vërtet tashune kur flas pak për pensionista. Ki profesor, kolegi imi që nuk ka mujt me arrit për 2-3 javë me dalë në pension të plot. Edhe me morën pensionin e plot. Po e merë 120 euro. Sukur mos kishte përfunduas fakultetas, mësimdhënës, domethënë ato vite i kanë shku poshtë. Edhe nuk ma heret ja u kanë ble vitet për me ardhur deri te 40 vjet, që 40 vjet mi pas përvoj pune. Tash, për pak nuk mundet me zonë, dhe tja se ke zonë edhe del me 120 euro pension. Ashtë shumë e rona ja. Shumë e rona është për pensionista. Por të kalojmë prap të shkolla e juaj, unë kam punu prej 1984-ës deri në pension në gjimnaz. Unë kam qenë si mësimdhënë në gjimnaz. Me qenë se jetë tek viti i më pashëm. U shpall një konkurs në Lazic, kur jemi në bisedën e lirë. Edhe për shofën në konkurs, për para delshin gazetat, konkursi
edhe po kërkohet një arsimtar i muzikës në fshatin Llazic. Unë edhe mora dokumentat edhe po shkoj, se kishim drejt me punu përveç që punojshim si mësim dhënës një shkollë, kishe drejt me marrë edhe një gjysmë orë me Po, një shkollë tjetër. Në një shkollë tjetër, po. Aja nuk paguhej si mësim dhënës si rregull, po si honorar. Nuk është paguhet plot, por zëvendëse ose unë po shkoj, kur po shkoj aty në atë shkollë, më pritja drejtori bukur, edhe thash unë e kam marrë, thash, po, tha unë të një, tha ti më ke dhënë mësime, unë nuk e njoh ta për momentin, tha më ke dhënë mësim, se unë e kam dhënë mësim prej 79-ës, dhe më thonë tash ishë nxënës të mi veç kanë kalu 60 vitshin, edhe ata gatin penzion. Jo, thash po më vika mirë, tha, hajde pse ke dalë, qa ke dalë, profesor, thash, po e keni hap një konkurs, thash jam atje në gjimnaz, po kam mësim edhe mas dite, para dite jam i lirë. Thash për 10 orë, thash mu i mi maj, thash 5 orë një ditë, 5 orë një ditë. Tha mirë, bol, tha, po është një problem këtu, Tha, nëse vjen, tha ti, tha, dhe ti jem me fakultet muzikës, tha, nëse vjen, tha, qaj, tha, që jep muzikë këtu, tha, e ka gjendje shumë tronë. Jo, thash, bimi këtu dokumentat muhe. Tha, qysh? Thash, bimi këtu dokumentat, unë ishti dokumentat në gjep, thash, nuk ju marrë të me prish punë, ju marrë për nxënës, nëse mu i me dhonë mësim, thash, me ja prish punën ati, ja i fëmite vetë mes me pas me shka mi ushqyje, thash, ja, nuk vi. E pse ishtë gjendja rëndë? Po ishte, a i jeton të vetëm me një rogë të arsimit, pa a i nuk e kishte profesionin e muzikës, po ja këshin dhonë si normalista, ku ta di unë, ja këshin dhonë muzikën, ka pas pak elemente... Pak prirje dhe... Pak prirje, po, ka pas pak prirje për muzikë dhe ka rëndë në instrumente, i kanë thonë merë ti me dhonë muzikë, tha, jo po më vjen kesh, tha, ti tha, profesor muzike, thash, ja. Unë thash, ashtu nuk vi. Edhe dola, unë e përshëndeta drejtorin, mos me zgjatë shumë, edhe po shkoj, fshati Llazic me Balincë janë, thuja se rakti kanë jetë 200-300 metra. Edhe u futa në shitore, thash, të freskohen me një pija, aty të pi një langë, kur aty pishafën disa shok, se i njafën, se kemi njëftësim me njëni tjetrin, me Balincë, me Vermice, me po. Edhe po ata ishin ka ullë në platon e shitores. Hajde profesor, mirë se pas ke ardhë këtu tek neve. La unë edhe pe marrë, pe pi një langë. Po qka ke dalë? Thash, kështu, e isha den Llazic, kur na ta erdhë profesor i sajet. Ju boft mirë, ullë edhe kjo tha, nga kemi këtë profesorin, thash unë jam i drenasi, thash qështu kesh den Llazic, ata po më thonë, kjo është drejtar në shkollën fillore ta Filkelmendi. E tha, për çka ke në Llazic, thash qështu, për me konkuru, për me marrë dhe orë të muzikës, tha, po vjen brete unë, tha, po dhe unë kam nevoj për muzikë, tha. Thash, po nëse ka mundësi, po vi. Tha, unë nesër shkoj, tha, në Ministri të Arsimit, tha, bisedaj me ata, tha, nëse ata më thonë, po, tha, unë, tha, me njerë, tham, edhe t'i baj orë të gati. Edhe kam shku të nesërmen më thirri, edhe shkova në 2005 dhe në 2010, tash jo që ashtë këtu si profesor, tash profesor i biologjisë atëherë ishtë drejtar, veç ti e konë zonë se në klasën e 6 në atë kohë. Po. Për zoten shkollë ma të pastër, me plot lule në klasa, lule në koridor, vinë të era vetëm arom lule, qëfar kontributi ka dhonë profesori Sahet në atë shkollë, kontribut më të madhë. Unë jo që kam ndi lodhje në atë shkollë, po me të vërtet kam një knatësi të veçantë, edhe me ata nxënës kemi shkue në për kuizet ndryshme 1-2-3 filla, si që patëm bisedë ma heret, pastaj deri në Shqipëri, në cilin vend jemi konë në Shkodër. Në Shkodër? Në Shkodër jemi konë në një shkollë ku u vllaznut ju me atë shkollë, edhe kemi dhonë program edhe atje. Sa da e vogël që ishte shkolla juj, talenta kishte shumë. Edhe kur u përshëndeta në 2010 me ata nxënës se nuk po ta mundësi ma tutje me vazhdu, thash, po ja tham një thonjet Skënderbeut. Unë e liri nuk u asolla, për e gjeta në mesin tuaj. Thash edhe unë talentin nuk ja kam sjell, po e kum gjetë këtu të kjo talentin, ju vetë, ja keni dhonën
ata të madhështin kësaj shkolle, ju nxënësat. Unë vetëm ju kum orientu edhe me do ushtrime për ndryshe ju jeni ata talentat. Edhe me ndimin e profesorit Saet, i cili mi kam bërë gjitha mundësit, me instrumente, me çka ka, ky ja ka bleja së shkolle. Tash një pyetje, profesor. Çka ka ndodhur deri me sot që nuk është realizuar një bashkëpunim mes teje dhe arsimit? Ju keni një zë, thuajse edhe ti këndon bukur. Kemi me ndëgju një pjesë. Edhe ata kanë morë shembullin tënd. Ata pa ty nuk ishin qenë këngëtar, as nuk ishin qenë suksesshëm, pasi që unë mendoj që hapat e parë edhe me mësu fëmijën me ecë është prindi. Edhe mendoj që në të ardhmen e sipër ish dashme që një bashkëpunim mes teje dhe arsimit. Arsimi këndon shumë bukur, por nuk mendoj që qëndron larg asaj. Asimi edhe kushtrimi kanë këndu me mu para lufte, jenë kohë të vegjel, dikon 10, Asimi ka pas 10 vjetë, kushtrimi 11 e dishka, kështu që ata kanë këndu në për dasma, jo që i kisha morë me dëshirën në dasma ata në për tim dohoni. Se une kam këndu folklorin e kam adhuru, gjithë e kam dasht, përveç që kam punu si profesor muzike, une edhe folklorin edhe sot e adhuraj. Po i kam morë në për dasma ata për talenti tyne i pazavensu shumë, këndëshin bukur, fort bukur, edhe i mërë shandasma me të vërtet jo me knatësi. Nuk i kom morë ndasë me knatësi, sepse tim dohoni ishte shumë vështirë në përroda. Ke dashur të ruaj shëndetin e tyne. Edhe nuk ja kam imponu ata vetë talenti tyne e vazhdu muzikën, këndimin vetë, aja është dhunti e natyres, dhunti është, ta je vetë natyra zonin, kështu që nuk muna mja imponu askujt. Kështu që Asimi është tash një këngëtar mjafti një orë në trojet shqiptare, në gjitha trojet shqiptare, besa besë edhe del shpesh edhe në Amerikë ka kënduë, ka qenë edhe vitin e kaluar në Amerikë, ka kënduë atje ma tepër se 2 muaj ka nejë në Amerikë, kështu që në Gjermani, Zvicër, Austri, shkon këndon në përdasma, kështu që është i ngarkum shumë, është një këngëtar i mirë i trojeve shqiptare, në gjitha trojet shqiptare, në Shqipni shumë e adhurojnë edhe e donë, unë jam i kënaqur si prind, për ndryshe nuk kam, tash unë e thuja se kam lanë këndimin, se edhe vitet kanë, po, një kong e kam thurë, e kam këndu me Asimi një kong, e kam thurë, se veti i ki thurë i kongët edhe tekstet për Bas Shaban Jasharin, me djemë të ti, po ende nuk ka dole e këngë, do të del, kam pas me shku me këndu në Skenderaj, po ende nuk u përfëndu kënga në studio, kështu që mbeta për vitin e ardhshëm mendoj që do të delë. Bukur. Njeriu gjithmonë jeton me atë mendimin që ne kemi mëndru jetë, dhe padyshim që kemi mëndru jetë, por është mirë të jeton njeriu që për me atë mendimin që të mos vdes kur, kështu që sa ma shumë këndon, ti veç mbetesh në arkive dhe edhe që ke intervistë mbetet në arkiv, padyshim. Çdo veprimi yni mbetet. Unë kisha nëse ka ku ato padyshim që me provu një këngë, po nuk e di tash sa më shkon zoni mu, se unë marigon që sa nuk këndoj fare, se unë edhe prej që dola prej arsi, se kur isha në shkollë, këndojsha me nxans. Po para se me këndu një këngë, nëse munde me këndu tash, po provoj, kërkoj falje profesorit Saet, se tash ta mora një pjesë. Është knatësia imja kjo, e thash në fillim, jam më e privilegjuar. Unë jam shumë i lumtur që kam kontaktu me profesorin Saet edhe jam shumë i lumtur se çfarë udhëheci kam pas. 2 udhëheca drejtor mas lufte që i kam pas në shkolla që ma kanë knaqë në ndjenjat e mija shpirtnore, është Saet Kastrati edhe Halil Kelmendi në Zahaç, edhe në Zahaç ku më mësim. Mas lufte, po me tregu është çfarë vështërsi kam kalu unë, me të vërtet do të me edhe 2 orë tjera, kështu që nuk kemi kohë. Veç Halil Kelmendi edhe Saet Kastrati janë, për mu kanë bet ikona të udhëheqësisë në për shkolla. Të lumt. Që ju jep meritat. Unë po mundohem, po para se martë ajo, qiftelia është instrument prej druri, por nuk ka ndë një vit caktum që shë ka violina. Për shembull, violinat e para janë paraqit me 1594 nga mjeshtrit italian,
Nikola Mati, Antonia Stradivariusi, ata kanë vit caktun kur kanë dalë violinat e para. Për çiftelin nuk mund të kërkosh, edhe bili shumë pak dhona për libra shënime për çiftelin, që është instrument tipik shqiptar, nuk mësojnë nxënësat. Unë ja u kam spjegu pa pas ata në libër nxënësave për çiftelin, kur ju kam spjegu se çiftelia instrument pej druri, i ka 11 fushat vetat, 11 vetat që i ka, po i ka dhe gjysmë fushat, gjysmë perde që i themi neve, gjysmë tonet, po. Edhe të karakteristika është të çiftelia se akordimi çiftelis bëhet në intervalin e kuartës, do, fa, do, re, mi, fa. Dhe më thonë që kja do, fa, do, re, mi, fa, do, fa, sezoni s'po më shkon mirë, do, fa. E tash, kjo vjen, disa këngëtari kam po thot, ma jep telin e parë, a i shkon ja jep këto. Ky nuk është teli parë. Ti i bjen çiftelis kështu, kjo është teli parë këtu, kjo është teli dytë. E teli parë është ky. Edhe shkon do, re, mi, fa, sol, la, si, edhe vjen do. Dhe me thonë, tash kemi intervalin e oktavës. Çiftelia ka disa akordime, ka intervalin e oktavës, po, do, po ka edhe sekunden këtu, po, pastaj ka edhe unisonët telat njëjtë, kur i akordon, po. Do të mundohem një këngë. Shqiperia i kolan gjesh, pushken dorem ban për her, kështu të njeti historia, kështu të njedhe mbar njerëzia, kështu të njeti historia, kështu të njedhe mbar njerëzia. Veç kala Shqipëri vigane, kështjel qëndron për mi këto male, kra përveç mija ta gan. Hej, syrin pishne istikan, veç kala Shqipëri vigane, kështjel qëndron për mi këto male, kra përveç mija ta gan. Hej, syrin pishne istikan. Lartë të ngritem këtë kala, e i vullën të gjda hure ka, kur zgodzon se gjembelan, sepse kockat këtu ilan. Kur zgodzon se gjembelan, sepse kockat këtu ilan. Veç kala Shqipëri vigane, kështjel qëndro për mi këto male, kra përveç mija ta gan. Hej, syrin pishne istikan, veç kala Shqipëri vigane, kështjel qëndro për mi këto male, kra përveç mija ta gan. Hej, syrin pishne istikan. As me top, as me dredhi, e kjo kalas duron robni, por veç besën shqipetare, shekujt jetës mball krenare. Por
veç besën shqipetare, shekuj tjetës mball krenare. Veç kala Shqipëri vegane, shtjellë që ndron për mi këto male, tra për veç mija ta gan. Hej, syrin pishne istikam, veç kala Shqipëri vegane, shtjellë që ndron për mi këto male, tra për veç mija ta gan. Hej, syrin pishne istikam. Faleminderit. Menderit Shumë faleminderit. Një interpretim cili na argëtoi edhe në studio, po edhe shikuesit edhe dëgjuesit e Fontanës. Bukur Nuk është interpretova, tash, profesor, tregoj që tregoj që ishte interpretim i shkëlqyeshëm. Në vendos, pasi që jemi edhe në fund të intervistës, unë dua një mesazh prej të dy ju për të gjithë ata të cilët ju e ndajnë kohën sonte me ne. Koha është diçka shumë e shenjtë, cilën po aq sa kohë dhe aq sa minuta ndajnë shikuesit me ne, ne jemi mirënjohës. Pa ata nuk jemi këtu ku jemi. Edhe faleminderit që keni gjetur kohën që rrugtoni prej Drenicës tonë, drejt Stogut. Kjo tregon një vllazni llok ndër vete, ku Kosova vend me vend prap jemi një, nuk njohim rajone e kështu me radhë. Po fillojmë me zotrin Kastrati. Zotri Kastrati, çka kishet me na thonë për fund, një përshëndetje, një mesazh për mësimdhënësit, kolegët tu, për nxënësit tu dhe për gjithë ata të cilët janë miqtë tu, të vërtet. Nderuar Marigon, e thash në fillim, e thash po them më herë, ishte kënaqësi e veçantë për mua që të jemi pjesë e misionit tuaj, që je një moderatore shëmbullore. Faleminderit shumë. Dhe po më ndje shumë i lumtur. Porosia ime është për të gjithë brezin e ri, që të shkollohen, të arsimohen dhe të jenë me edukat të lartë dhe të përgatiten për jetën, për sfidat e jetës. Kështu që një fëmijë i edukuar, i shkolluar, kudo që jeton, vepron, ai do ta gjen veten dhe është pasuri, por njëherët është e ardhmja ndritur e vendit tonë. Kështu që porosia gjithnjë e mësimdhënësve, arsimdhashësve është që të mësoni dhe të shkoni në shkollën më të lartë të edukimit, arsimimit, që t'jeni e ardhmja ndritur për veten tuaj, për fëmijët, për familjet e tyre dhe për vendin e ku mbin barë. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë për kohën tënde dhe për mesazhin e vlefshëm të cilën besoj që do ta marrin të gjithë ata që na ndëgjojnë si mesazh shumë adekuat për fëmijët e tyre dhe për familjarët. Zotri Naim, profesor, si po e kalon që pjesën e pensionimit? Atë po mungon mësimdhënia? Mungon, po une kur e thura një këngë për dëshmorët dhe martirët e kombit, se ka shumë dëshmorë dhe martirë gjimnazi jonë, Gjergj Kastrioti, Skënderbeu në Drenas, edhe ja vlash atë këngë nxënësve, edhe do të keni rastin me ndëgju. Strofën e fundit e shënova, i dhash melodinë dhe tekstin e kam punu vetë, edhe e quajnë si himni gjimnazit tash. Çdo program që e mbajnë, atë e këndojnë si himni gjimnazit, se janë pyetje martirët dhe dëshmorët e asaj shkolle. Edhe kështu që une e dhash strofën e fundit, kudo që do t'jemi, emnat këtu i kemi. Dhe më thonë edhe dëshmorët martirët e asaj shkolle, ata sot nuk janë. Na e dhanë lirin gjaku i tyre. Falë gjaku tyre, neve sot e gëzojmë lirin. Po emnat i kanë në gjimnaz. Edhe une emnin e kam lanë aty. Edhe gjeneratat, gjithë generat që e ka përfundu e gjimnazin, jo vetëm në Drenas, po ku do emnin. Edhe ju, Marigon, emnin e keni në shkollën Tafil Kelmendi,
edhe si sot më kujtohet edhe banka ku je ullë, kështu që është një knasi e veçantë që kam përcjellë nxënës të mirë, edhe ju përshëndes, e ju përgëzoj për programin që e mbani, është një knasi shumë e veçantë për neve dëve, që na ke ftu, e të falenderojmë që s'na ke harru. E falenderit shumë. Mesazhi për trit është, dua në vendin e juj ma shumë se sa gjitha vendet tjera, se kudo që t'jeni, me Kosovë nuk ka. Ru në vendin e juj, du në vendin e juj, e janë këtu, se edhe këtu ka vend, sa do që i kemë të armërat nuk janë edhe ashtë mira, por gjithmonë jemi me shpresën që e nesërmja do t'jetë më mirë se sa sot. Kështu që rinin i lus, letë mbesin këtu, si djemë, si vajzat, se ne gjeneratët e vjetra veç po shkojna, e ju gjeneratët e reja ruan e këtë vend, këtë bukurise, kam frikë që po na vinë pej Bangladeshe, pej qendrave tjera, po mushat Kosova, si kur mas lufte u mush kinez, po zdi hupen dishka shkun, si kur bubashkapat që e kënë dika, edhe se u pas mush Prishtina me bubashkapa, po edhe ato hupen dika, edhe kinez në u pat mush mas lufte këtu, s'kishe qka me po në Prishtinë veç kinez, e kështu që une kisha me lut rinin, reni këtu, mos dilni jashtë atë dev, jashtë venit se na vinë Bangladesh e kinez e na mush e to, po atë komeditet, t'jetojmë si shqiptarë, të arrujmë traditën edhe kulturën tonë që e kemi me shekuj që se ka kërkush në botë më të mira. Edhe po t'ishit harru ju si profesor. Kjo është mesazhi. Këtë mesazh e japin edhe shumë tjerë, po... E vlefshëm është, edhe po t'ishit harru ju, nuk harrohen veprat e juaja, të cilat ju kanë bërë ju ndoshta dhe madhështor, por edhe për të mos u harruar, ato veprat dhe ato ambicjet që i keni shfaq tek nxënësit, që me studje dhe me ditë rëndësinë e shkollës, me ditë rëndësinë e librit, me ditë rëndësinë se çka do të thotë t'jesh i arsimum dhe i shkollum, të krijosh një rreth dhe një shoqëri. Po, edhe kjo është një mesazh i bukur nga ju, me ditë rëndësinë e librit, domethënë sa më shumë lexoni, se jo vetëm në telefona, i shoh rrit autobusin ka e presin, vend që me lexu diçka një libër, po diçka me lexu, po ai e këshyr vetëm telefonin. Shoh fëmijët e vegjël me telefona në dorë, domethënë, jo me afru lodrat ose librin, po ja afron telefonin. Buk nuk kanë pa. Një moshën i fëmijës tonë, nuk besoj që në moshën tonë të arrin edhe me përformu ndoshta, ashtu siç përformove ti, pasi që gjenerata ju ka qenë në një fazë më ndryshe se sa kjo jona. Zotërigashi, shumë faleminderit për kohën tonë, dhe faleminderit edhe për interpretimin e bukur të këngës dhe Faleminderit, knasi e veçantë që na ke ftu me profesorin ishte edhe knasi e imja. Këto e kam gjithçka, jo vetëm shok, po për jetë. Uroj që t'ju zgjas më kalon për shtypje tepër në shkolla të e ka shëndrita e shkollë. Kemi një orë me full veç për shkollën ta fil kelmendi. Faleminderit Faleminderit shumë për të dy, për kontributin e juaj që jepnin dhe mësimdhënës, për kontributin në fushën e muzikës dhe të instrumenteve muzikore, për kontributin në fushën e biologjisë që ndani tek mësimdhënësit, ose tek nxënësit e juaj, bashkë me mësimdhënësit e tjerë. Faleminderit shumë që gjetët kohën dhe ishin prezent sonte në studio. Ishte knasi, vazhdoti që t'jemi prapë tek ju. Padyshim, fontana është derë e madhe. Ka etapa që t'ju sjell këtu. Miqtë të dashur, kjo ishte tëra që kemi përgatitur për këtë të martë. Miru takofshim dhe mirëmbëjtje deri në javën e ardhshme.